Në një deklaratë për mediat, rektoria e Universitetit të Shkodrës Blerta Dragusha ka folur për procesin e zhvillimit akademik me fokus se cilësia e programeve dhe përmirësimi i standardeve. Dragusha ndalte procesi i akreditimit të programeve të studimit dhe risit institucionit, ndërkohë njoftoi se Ministria e Arsimit ka miratuar 2 programe të reja studimi. Fokusi për aq kohë sa do të jemi në këtë pozicion do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo çka është më e rëndësishmja, studenti në qendër të universitetit. Për sa i përket pikës parë që përmenda, cilësisë në mësimdhënie, do të thoya që sapo kemi përfunduar me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentëve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e ardhshëm që do të jetë sezoni i vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi. Një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e 2 programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të 2 këto programe parashikojmë të sjellin student të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kvota të miratuara. Por ajo që do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruar në gjuhën angleze tashmë ka kërkesa edhe nga studentë të huaj, nga shumë studentë të huaj. Dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Ndër të tjerë, rektoria Dragusha theksoi se asnjë program apo deg studimi nuk rrezikon të mbyllet në Universitetin e Shkodrës.